Ju po flitni për organizimin dhe konceptet politike dhe riorganizimin apo devalvimin e shqiptarve duke aludu në përfaqësimin aktual dhe po flitni për marrëveshjen e Ohrit dhe gjithë ato të arritura kinse nga ju dhe që de facto janë një zhgënjim, një dështim epokal historik që nuk i ka ndodhur asnjë populli që bën një kriengritje, bën një luftë dhe ka një marrëveshje ndërkombëtare me arbitrazh ndërkombëtar, me afate të përcaktuara dhe ju mbas 20 viteve po flitni për realizimin e marrëveshjes Ohrit që kishi afat të realizoni nga 2001 në 2004. Ju jeni modeli më i keq i qeverisjes me shqiptarët. Në kohën tuaj, lene më që su realizun ato të drejtat të shqiptarëve që ishin akceptu që nëpërmjet atij konflikti apo luftës së 2001-shit të përshpejtohen në afat prej 4 vitesh të realizon, ju edhe mbas 20 viteve keni lënë një grop të madhe që ne dita ditës jemi të realizu edhe të isanu ato që na lat ju si të pabëra ose të keqbëra gjatë qeverisjes. Ju s'bët as kanalizim në Zajas, ju se bët as spitalin në Kërshov, ju s'bët as 10 kilometre rrugë Shkup-Blac. Ju keni bë vetëm skandale. Në periudhën tuaj ka ndodhur montime politike, ka ndodhur burgosje të shqiptarëve, ka ndodhur eliminime të ish ushtarëve të UÇK-s dhe promotorëve dhe komandantëve të UÇK-s. Ti ke qenë ai që ke menaxhuar me ministrin dhe ke qenë në kuadër të asaj qeverie famkeqe Mjallkov-Gruevski që akoma nuk dihet ato shqiptar të pafajshëm pse rinë në burg. Ato raste të ekzekutimit, kush i realizoi, kush i planifikoi dhe skenari kujt ishte dhe ju i kishi edhe prokurorët edhe gjyqtarët që ti i koordinoje si ministri Jankullovskës bashkë me Jankullovskën se kush do jetë gjyqtar dhe kush do jetë prokuror. Në kohën tuaj ndodhi edhe Durmotransi, Besatransi, Spitali Modular. Për dallim nga ajo qeveri që ishte korruptume, që kish kap sistemin, ndodhi edhe Koçani. Por në Koçan u burgosën të gjithë pa dallim që ishin fajtor. Kem mbi 30 burgosje. Ndërsa në Spitalin Modular, gjyqtarët e sistemit tuaj dënuan vetëm një njerit pa fajshëm, Artan Etemin, ish kryeministri që e kishte kompaninë e ndërtimit të spitaleve modular, e keni në liri.